Shikues të dashur, po takojmë edhe për pjesën e dytë të emisionit mëngjesit. Tani për momentin ora po shënon 8:12 minuta dhe ne do të lidhemi direkt me kolegën time Shqipdonën, ajo e cila ka shkuar pra në shkollën Ahmet Gashi. Kjo shkollë pra në fakt një kulm i një shkolle që po i mban brenda dy gjimnaze dhe nxënësit e të dy gjimnazeve pra po mësojnë brenda dhe po bashkëjetojnë dhe po bashkëmësojnë në këtë rast. E ne do të kuptojmë detajet e tjera të cilat i ndan Dona përmes kësaj lidhje direkte. Mirëmëngjes Dona, linja për ty. Mirëmëngjes Agnesa edhe për ju në studio dhe gjithë shikuesit. Unë jam në gjimnazin Ahmet Gashi, ku pranë meje kam drejtorin e shkollës Haxhi Metaj, me të cilën do të flasim rreth mësimit të dy shkollave në të njëjtin kolm. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit që keni ardhur. Tregona fillimisht sa është numri i nxënësve në gjimnazin Ahmet Gashi. Sigurisht që numri në gjimnazin Ahmet Gashi është i madh, është afër 1200-ve. Mirë, po në gjimnazin e Qemçabej është numri shumë më i vogël, rreth 700. Qysh bëhet mësimi këtu sepse janë dy shkolla në një objekt? Po aktualisht kemi vështirësi pak, por nuk është që nuk kemi bos zgjidhje. Na jemi në ndrimin e paraditës, kam vetëm 4 klasë masdite, ata janë tërësisht pasdite. Si po i menaxhoni pra, sepse numri i nxënësve në të dy shkolla është i madh për kapacitetin pra të mësimit? Po, besoj që mirë, na kemi edhe vlerësim edhe nga Drejtoria për Siguri e Emergjencë, Drejtoria e Arsimit që jemi të menaxhu mirë. Shkak, domethënë, i këtë kësaj ka qenë mësimi tërditor. Sigurisht që ka qenë më e nevojshme, për shkak se nxënësat që në klasën e parë deri në 5-ën kanë pas nevojë më shumë se sa na që jemi në shkollat mesme. Besoj që këtë çështje do të zgjidhet në të ardhmen, planifikohet se gjimnazia Ahmet Gashi me qenë pjesë e shkollave tjera, të cilat janë të shkolla ekonomike atje, edhe këtë çështje besoj që do të përfundoj. Kur planifikohet më saktësisht, domethënë kur do të përfundoj si projekt? Po në bazë të asaj që na kemi konsultuar dhe kemi biseduar me komunën e Prishtinës, besoj që vitin e ardhshëm do të fillojnë 2 shkolla më ndërtuar atje, që është një shkollë elektronike edhe gjimnazia Ahmet Gashi. Sigurisht që gjimnazi do të fuzionohet në të ardhmen, do të bëhet këto 2 gjimnazë do të jenë një gjimnaz. Për shkak se janë gjimnazet të shkencave shoqërore. Për shkak të numrit pra të dy gjimnazeve, 2 shkollave, siguria si qëndron, nxënësit si janë pra? Po na besoj që jemi të vlerësuar masëmijët, na asnjë ekces nuk e kemi në gjimnaz. Por shumë ju mundi me pa edhe vetë tash qendjen, ku tani prafësisht mund me qenë dikon rreth 1100 nxënës, edhe përshini vetë që domethënë është gjithçka qetësi e rregull, nuk besoj që ka ndonjë problem. Po, në bashkëbisedim edhe me drejtorin e gjimnazit e Qemçabej, pra planifikoni mësimin më të mirë edhe planifikoni gjëra paraprakisht? Natyrisht që po, na gjithmonë bashkëpunojmë, konsultohem, marrim vendimet përbashkëta, për shkak se ne jemi të njëjtin objekt dhe jemi 2 drejtori të veçanta. Tash po bën 1 vjet apo që jeni të njëjtin objekt? 1 vjet. 1 vjet, besoj që vitin e ardhshëm do të jemi prap, po numri i paraleleve sigurisht që do të zvogëlohet të na edhe të ata dhe do të ketë hapësirë më të madhe. Derisa të përfundon domosdoshmë të shkolla tjetër atje. Po tek cilësia e mësimit pra për nxënësit këtu si qëndron? Na kemi fat domethënë që shumica ose pjesa dërmuese mbi 90% nxënësve janë shkëlqyeshëm, kështu që nuk ka ndonjë problem. Te gjimnazet është dallim i madh për shkak të pranimit të nxënësve që pjesa dërmuese, po them, s'mund të them se 100%, po natyrisht që mbi 94-95% janë shkëlqyeshëm. Nderuar, faleminderit shumë për këto informata që ndot me shikuesit tanë. Ne shpresojmë që sa më parë pra të keni edhe objektin veçmas të gjimnazit. Faleminderit shumë edhe nga KTV-ja. Faleminderit shumë. Agnesa, me kaq po i përmbylli këtë lidhje direkte, nëse nuk keni ndonjë pyetje në linjën po e kaloj tek ju në studio.